Po është mirë po thonë edhe për me u fal. Edhe është mirë me u fal. Jo, nuk është mirë, është farz obligim me u fal. Po e para, nëse mujna me thon kalimi kot i kohës. Për shembull, kalimi i ditës në gjumë, për të asoj që i mbush njëri nevojat e veta. Tash gjumë është i lavdruar për atë kohë sa njeriu forcohet edhe merr energji për me vazhdu aktivitetet pjesën tjetër ditës. Amo edhe teprimi i gjumit është cilësi jo e mirë e muslimanit. Tani na do të më apo sikur ai hoxha që ka thonë kush flen të ditën Ramazan edhe sevapin e ka nëndër. Tash qëllimi është jo vetë të shpërblimi se na pedim që ky Ramazanin e ka të plot, po ky nuk është për jetu të prap kthehemi edhe nuk është e ndiku Ramazanit të kë. Kështu që kalimi kohës kot në Ramazan ose jo vetëm në gjumë, po për me kalu kohën, edhe shpesh ndëgjojnë ka njerë pe vllaznive musliman, fatkeqësisht, që po e këshyrëm një film ose po e lujna një lojë që apet po them asë nuk janë ndalume, përderisa ty nuk ta marrin kohën kryesore të ditës. Tash koha Ramazanit është kohë që ka ranin e vet. Tash ja përmenem syfyrin edhe iftarin. Cilën kohë na jashtë në Ramazanit, çohemi natën edhe hajmë bukë e ketë familja. E ka ranin e vet që ty ta trazon, ty atë ditën tonë, natën tonë, ka zakonin. Po zakon ky ti prish ranet, ky e ka ranin e vet që ty do të patjetër me ju përmbajt. Tash me shfrytëzoe çdo minuti, e mos me la me kalu kot. Ose për shembull tash me këta telefona që na kanë bërë sfida e kohës, që na shtahin besimtarin në xhami me bë ibadet, ama prap e ka telefonin me vete dhe nuk mundet me realizu ibadetin. Tash Ramazani ardhe do të me bë ibadete më shumë sa jashtë Ramazanit. Për shembull, kur ka ardhur muaji Ramazani, Imam Maliku i ka shkput krejt ligjëratat e veta që i ka marrë në harem në Medinës, xhamit pejgamberit alayhis salam. Ju ka ik në zonca. Kjo e ka marrë Kur'anin edhe merr veç me librin e Zotit. Tash që në mënoj gjunahu ose meta ose gabimi, se s'po i thojmë edhe gjuna, që e bajmë është kalimi kohës kot. Tani mos shkuarja në për familjar, për iftar, edhe në menoj që kjo ka fillu me na shfaq kohën e fundit, ko gjasi shumë. Të ajo që tha ma heret sun ka thirë, ose nuk pe thirë, ose nuk pishkoj, se tani duhet me thirë, edhe kësi logari që mas pak të jenë islame, nëse se shfrytëzojnë Ramazanin për vizita, se në mujë kemi me shfrytëzu tjetër. Edhe bashkimi me familje është edhe kjo obligim. Majtja lidhjeve fare fisnore është farz. Atë se njerëzit kanë njerë po i ke shkuptojnë termet, është farz. Nëse i ke shkuptu lidhjen me familjarin. Është mirë. Ja, është mirë, ja, është farz. Po është mirë po thonë edhe për me u fal. Edhe është mirë me u fal. Ja, nuk është mirë, është farz, obligim me u fal. Po të na punojmë që është ka pak me izbut, edhe tani masanej po ja na shkalojmë krejt.